Strukturat e policisë kufitare morinë në vijim të kontrolleve dhe verifikimeve në hyrje dalje me objektiva goditjen e paligjshmërive në kufi si dhe ndalimin e shtetasve të shpallur në kërkim, të cilët tentojnë të lëvizin ilegalisht për t'u shmangur përgjegjësisë penale, organizuan punën në bashkëpunim me strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës dhe si rezultat në hyrje të Republikës së Shqipërisë kapën dhe arrestuan e ndaluan 3 shtetas. Konkretisht u kap dhe u arrestua me qëllim ekstradimin në Gjermani shtetasi 65 vjeç banues në Kukës. Nga verifikimet e kryera dhe nga informacioni i shkëmbyer me Interpol Tiranën, rezultoi se ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Eisenbahnen Gjermani, pasi gjykata e Frankfurtit e ka dënuar me 4 vjet e 1 muaj burgim për veprat penale, vjedhje, grupi kriminal dhe organizata kriminale. Nga dënimi i kanë mbetur për të kryer 18 muaj. U kap dhe u arrestua me qëllim ekstradimin në Kuvajt një shtetas 47 vjeç banues në Prishtinë. Nga verifikimet e kryera dhe nga informacioni i shkëmbyer me Interpol Tiranën, rezultoi se ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet në Kuvajt për veprën penale, vjedhja e rëndë. Interpol Tirana në bashkëpunim me homologët vijojnë procedurat për ekstradimin e këtyre 2 shtetasve. Ndërkohë është kapur edhe një shtetas 36 vjeçar banues në Kosovë, pasi nga verifikimet rezultoi se ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi gjykata e Tiranës e ka dënuar me 4 vjet të burgim për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm të kufive. Veprimet e tjera procedurale me këtë shtetas do të kryen nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranë, thuhet në njoftimin zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës.